Ajo mendoi se ishte një fole normale milingonash, derisa ekspertët I thanë të vërtetën. Një grua mendoi se kishte një fole milingonash normale në kopshtin e saj, por kur ekspertët e panë më nga afër, I thanë të fshihej menjëherë brenda shtëpisë. Banorja e Arizonës, Margaret Wilson, vuri re një grumbull të pazakontë që po bëhej më I madh çdo ditë në kopshtin e saj të pasme. Duke e konsideruar fillimisht si një koloni të padëmshme milingonash të zakonshme në rajon, ajo vazhdoi kopshtarin e saj të rregullt. Megjithatë, kur grumbulli u zgjerua me shpejtësi dhe disa të tjerë më të vegjël filluan të shfaqeshin në të gjithë pronën e saj, Margaret u shqetësua gjithnjë më shumë për këtë aktivitet të pazakontë. Ajo kontaktoi ekspertët vendas të kontrollit të dëmtuesve, të cilët ranë dakord shqyrtonin informacione duke përdorur pajisje të specializuara. Hey, sot nuk po ju flas thjesht si krijues për ndjekësit e tij, por si dikush që ka ndërtuar diçka të bukur bashkë me ju për vite. Çdo koment, çdo like, çdo moment që kemi ndarë këtu ka qenë një pjesë e udhëtimit ton. Dhe tani duhet ju ftoj të bëheni pjesë më afër të kësaj familje. Nëse shtypni butonin join poshtë videos, mund të bashkoheni si antar zyrtar të kanalit. Do të keni akses në përmbajtje ekskluzive, live speciale, emoji personale dhe më e rëndësishmja, do ndihmoni që ky kanal të rritet edhe më shumë. Çdo join është një mënyrë për të thënë, besoj në këtë komunitet, dua të shoh të ecë përpara. Ju falenderoj nga zemra për 100 mijëra që jeni tashmë pjesë e këtij rrugëtimi, dhe për ata që do të bashkohen më afër. Pa ju, asgjë nga kjo s'do të kishte kuptim. Ju dua të gjithëve. Por pak minuta pas ekzaminimit të tyre, eksperti kryesor paprit ma sutëroq, me fytyrë dukshëm të zbehtë. Ai udhëzoi urgjentisht kolegët e tij të riqeshin dhe I tha Margaret të fshihej menjëherë brenda shtëpisë së saj, ndërsa I thiri mbështetje specializuar për t'u marrë me atë që kishte gjetur në sipërfaqe. Ekspertët kishin zbuluar një nga kolonitë më të mëdha të milingonave të zjarrit, të dokumentuara ndonjëherë në shtet. Me një rjet I jashtëzakonshëm nëntoksor që shtrihej shumë përtej kodrave të dukshme, pajisjet e tyre zbuluan miliona milingona agresive të zjarrit, të afta për shkaktuar pickime të dhimbshme dhe kërcënuese për jetën. Për shkak të rrezikut të jashtëzakonshëm, ekipi I thiri autoritetet e jetës së egër, të cilët e ruajtën strukturën duke derdhur beton në rrjet. Pasi u ngurtësua, ata gërmuan formacionin dhe vendosën ta ruanin strukturën e jashtëzakonshme si një monument.